mëngjesi. Ua, çelcat e Marios, ku janë çelcat? O zot, çelcat e makinës. Mëngjesi, si jeni, si ja kalëm? Vajzën nuk e kam lidhe. Ja, se vë. Si. Të jetë të i kalamak të sa njëndë. Nese, si jeni, si ja kaloni, mirë mëngjesi, sot është ditë shtunë. Nesër është data 25 maj, neve do bëjmë të linjën e Evanit me 25 maj, sepse kështu na thanë njerëzit që kishin pushime, edhe prandaj, po data 27 është... ke ditëlinje moje do bësh çuni madh më. Nejse, ideja është që po e festojmë me 25, maksimum do e festojmë me 26 që është e hënë pushim, sepse 27 jemi në punë, nuk bëhet. Edhe yes, domethënë do festojmë ditëlinjen e Evanit me datë 25. Edhe happy birthday to Evan, jupi jupi. Edhe sot jemi në kërkim të tortës, sepse unë jam shumë e mirë dhe për Evanin kam menduar gjitha unë. Kështu që yes, sot jemi në kërkim të tortës. Edhe çfarë tjetër? Edhe të gjitha ushqimeve që do bëjmë nesër. Jemi tek Mark & Spencer, edhe po shohim. Po do t'ju tregoj për këto vegetable crisps. Këto janë fantastike. Unë për herë të parë kam provuar tek Aldi para shumë vitesh, në fillimet e mia në Angli, por pastaj nuk bën më këto. Këto janë 1 pound e 80 copa, kështu që është çike shtrenjtë me thënë drejtën, po janë të mira, janë shumë të mira dhe unë kam marrë 3 copa. Tani do shkojmë te tortat se u çmanda. Torta, ku I ka freshness. Jo, si janë torta këto. Evan e do? Si bët. Wow, let me see. Oh, you look so handsome. Nuk e do, iqe. Kujdes. Po që puna Mario, marim si ato aty. 1.5, she? Ej, easy peasy tiger. Si thua? Sa shumë njerëz. Unë ka dalë një putër tu, fix. Nëse sa shumë njerëz si ka mundësi në çdo market, në çdo vend, parkimet plot, njerëz plot. Së di. View, Ben. This is torta. Kjo është nga brenda. Looks delicious, nuk e di, nejsa. T'ju tregoj shpejt se çfarë morëm. Lështrydhe, ananas, chepios, fite, tortilla, whatever. Është ora diku 4 e pak, që erdhëm në shtëpi dhe kemi dalë që në ora 12. Gjithë to duke parë nëpër dyqan dhe akoma s'kem mbaruar. Një donuts për Bianca. Ani treme! Dos avokados. Ato kupat që ju thash unë, tasat e porcelanet e tjerë, to ishin, nuk e di, 85 pence më duket një. Tek Tesco këto, for party. Me marrë nga këto sparkles, yje, dinosaur, mold, cream cheese, krem djati. E morëm të Mark & Spencer, dhe lojtë shkran të kalamir, edhe yes. Ju thash për këto patatina të qykë, të janë patatina të mira, po janë vërtet shishme, nejse. Këto janë Mario cheddar and bacon and pork sausages. Dëgjove pas ka dhe bacon. Më shprishur e grisja djathit dhe morëm këtë, nuk po më pëlqente asgjë nga ato, unë e kam marrë në Shqipëri atë, o marrë në se duket Mario atë si gjyra qarë. Një 2 kastraveca, ver. Lambrini, sa nusja vllai tim, më thot, mu sa që shkoja do lambrini, ndoshta ka qef, kështu që mora lambrinin nëse do. Ver tjetër. Një herë kemi provuar këtë verën, para 1 viti 2 vitesh, dhe na ka pëlqyer shumë të gjithëve, na ka shijuar shumë. Është, domethënë, hera parë që është verë në shishe plastike, nuk e kuptoj pse i qyshte, po kjo na ka shijuar shumë dhe e gjetëm, se zakonisht nuk para i gjej, edhe morëm. Edhe këtë si tip spumante, tip prosecco, tip kështu blam, shampanje, për t'ja bërë paf.
Këto janë super të lezetshme dhe Bianca i ka i qef. Po mirë, këto i ka marrë në momentin që do jetë duke bërë barbecue dje, nesër. Në momentin që do jetë duke bërë barbecue nesër të kenë çik nga këto gjërat për të gricur. Jep. Raspberry. Akullore. Cashews. Çokoladë kështu që ta shkri sepse dua të bëj Dubai chocolate. Sot edhe t'jap një me vete nesër atyre. Sot në pikë të mëngjesit shkova tek dyqani i bamirësisë sepse kishin që kishin vënë një gjë që unë mendova që ishte një gjë, po si ishte një gjë tjetër. Shpikim perfekt. Edhe pash këtë topin që nuk është se rrin ajër, po Po nxirre një herë, ha. Ajo është, hajde. What is in there? Archery! You like it, Zimmer? Yes, I do. Can I open it? Yes, you can. Hi, Daddy. Hi, Zamrani. Look. Hi, Bobby. Are you excited? Yes! Was everything for you? Jepja çika të topin aty, ma. That one and that one for archery. Put topi on the floor, mami, for Evan, të Give it lutem. to Eva, Bobby, please. Hajde, ve topin on the floor. On the floor. Put it on. What's a toppy? Put it on. That's topi. That's the bowl. Çe bie me qenë? Bowl. Hajde. O të vdesëm për Cunin. O Cuna! Bëjës një vjetë si mami, po mos e hama, mami. Hama, Mario. Wow, it's a full kit there. It looks like Zimmer Spy. Oh. Ndërsa unë po iki tash të merrem me presht. Kemi marrë presht, ndoshta më të këqit që kam marrë ndonjëherë në jetën time, aq të këqij. Është që unë ti, si them, unë ta ndihmoj çik veten për nesër, edhe që ta shijoj çik edhe unë atë ditën dhe dua të bëj një pite me miell mistri, duke qenë se vëllai im nuk e ka nusen e huaj dhe nuk para bën kështu gjëra tradicionale. Në mbyrekun ka e blen te Lidli, siç e bledon pjesën më të madhe të kohës edhe e bën. Por normalisht gjërat e tjera nuk ka pse të di, ka të vetat plus që nejse. Edhe duke qenë se edhe neve na pëlqen, edhe kam po le presht, edhe ta bëj gati që sot atë harxhin, le të themi, për ta pjekur e pjek nesër. Mirë po harxhin apo gjellën ta bëj gati që sot. Më dhënë thjesht qep edhe presh. Nesër do i shtoj qumshtin, do i shtoj Mario. Mendova që po filmoja, por më sa duket nuk isha filmuar. Atëherë kam prerë kadaifin në copza, siç e shikoni, copza të vogla, edhe tani do ta skuq me gjalp. Tani mua më shumë hallakatur çik, po un kam edhe drasën poshtë që mund ta mbledh pa problem. Tani do vë një tigan të madh i cili nuk ngjit. Do vë gjalpin edhe të shkrihet dhe pastaj do i hedh edhe kadaifin, t'i japim një të skuqur të lehtë. Tek gjalpi, edhe dhe përzijej, t'ja u qik të gradacionin që t'mos më digjet, edhe nga dal, ideja është që të shkoj i gjithë gjalpi kudo. Edhe nëse ka nevojë për më shumë, do t'i hedhim edhe më shumë. Unë e kam bërë dhe njerë tjetër këtë recetën, po nuk e kam bërë kështu me video me gjëre, se nuk ka ngel njëri pa e provuar, kështu që nuk do ishte në një gjë, wow, çfarë bëre, çfarë s'bëre, kupton? Unë nuk e bëra në çokoladë, në formë çokolade, por e bëra në copza të voçkla, si tip Rafaelosh, domethënë bëra rumbullak. Edhe doli, mua ditën e parë nuk më pëlqeu, se më duk shumë e ëmbël, shumë e vetë, me thënë drejtën. Mirë, po të nesërmen më pëlqeu shumë. Edhe po e bëj unë që sot, që t'ju jap një çokoladë kur të vinë nesër, t'ja u jap me vete, le të themi. Kjo është skuqur kadaifin në mënyrë besoj perfekte, ka marrë një ngjyrë fantastike. Dhe tani që do bëj ta heq nga zjarri edhe do ta vënë në një tas ku mundem ta përziej me
atë chocolate spread me atë pistachio. Ndërkohë që do vë pastaj të do me thënë kjo mbaroj. Kështu që e fikim. Pas tani do vëm çokoladën që të shkrihet, që më pas ta hedhim tek format e çokoladës. Tani e vëm këtë këtu, pastrojmë çik vendin edhe kthehemi. E lëmë njëm. Ajo që duat gjej është sastika, po që ti kem jo me krip, në mënyrë që ti mund ti vë tek çokolata. Kështu që shohim mos gjej stikat. Të jam shumë e lodhur, kam nevojë të bëj një dush, të ulem, edhe të rrit qik, edhe plus që kemi gjitha të tullumbace për të fryrë me Marianë. E jupi lumsine. Edhe voilà. Sa po lava fytyrën. Jam shumë e lodhur. Do shkoj të ulem divan edhe të rri. S'kam fuqi. Eci. Do pik të kafe që më ka ngelur. Mërë qik fytyrën me vaj. Ta thitin qik lëkura. O, sot sa pun kam nesër. Do të fillojmë të fërmë të lumbacet. Mi po kemi kalamajnë për këmpë. Se di. Po ju gratë e mjera gjithë ditën punoni, laje, shflaje, gatuje, rregullo fmite, e co natën me fmi kalamajte, punohet e pune, më bit flas. Po të bënë? Si më të bënë? Ja, shifë se e vogël kjo që kamu? Dhe frish. Dhe të rëmëllë. Du rëmëllakit gjitha marë, se së ndryshe s'bëj me majic. Pse e fërë? Pse se fërë si njeri? Nuk marrë do të fërim o njëzëm. Po, mundë për qaj ke? Po me fërë nga të humba si mund. Dëma? Po. It's gonna be a mission to do all these balloons. Bera dëma? Dua! Derisa të duhet ta humbi formën. No, Ai, să te mai runt băule cretă. Bëj projektin, shikoj musi e fëri të lombac dhe vetë s'di që të bëj dhe. Ja, kështu kap kokën, qesh, gjatë në të po fërë. Po mira, ma ato kam me këndishu. Bajnë ato po shkrit nga që pi shumë verë. Këto ka një vrim këtu që nuk dallohet nduket. Edhe i lidh. Tani është ora 11. Neve kishim divanin këtu e kemi çuar atje.
Evani po fle këtu se nuk e lë lart se rrotullohet e kam frikë se mbije. Edhe kjo është ajo që kemi ndërtuar, prit të ulem këtu. Është ora 11 e natës. Është kjo këtu. Prit e shoh çik. Unë nuk e ndez dot dritën. Për arsye që kuptohet. Edhe yes. Në fillim kur kemi ardhur, është Evani në gjumë. E thash 30 herë. Në fillim kur kemi ardhur, e kishim në këtë lloj mënyre divanin, sepse e kishim televizorin nga ana tjetër. Edhe tani që e kam kthyer këtej më zgjon ato kujtime që isha atëherë. Edhe se si më duket që u ktheva te kjo koha e vjetër, por që është vetëm për nesër se nuk i shkon dhomës më divani këtej. Mirë mëngjesi. Hey. Ha, mole, kështu do bësh ti ngjite zbrit sot? Aj. Bravo. Do kemi bërsulet më vonë. Aha, ma thuj. Evan, ej. Pispilia u bë, edhe tashi, gati në fur, i kam hedhur pak gjalp, janë fleta shumë të holle gjalpja, që ja kam hedhur edhe gati për në furraçi. Juve nuk ju fola unë, po në kohë që do bëjnë barbecue kanë këtë pjatën për të ngrënë që e kam për gati, më kanë rënë këto dyja këtej, po do t'i spostoj kur të heq qesen. Këtu kam bërë gjërat gati për quinoa, çik stikat, çik cashews, ullinj, avokadon që do agri në fund, ca domate, edhe do ja shtoj në fund fare quinoas që e kam bërë, që e kam zjerë, asgjë më vete, pastaj do t'i hedh edhe gjërat e tjera, tani do e lë të ftohet, se normalisht do jetë e freskët sallata. Këtu është mishi që do bëjmë në zgar. Këtu kam bërë pispilin që e kam buluar, edhe duket shumë e lezetshme. I kam hedhë çik varre susami lart, se përgjithsisht kështu e bëjmë. Këtu kam, ndërkohë, patullxhana që i kam marinuar me vaj, me krip, me budalliqe, edhe i kam vënë në furr, edhe këto dalin shumë të shishme. Tani unë po bëhem gati o zoti i madhi, edhe prandaj më shikoni kështu. Ndërkohë që çfarë po thoja? Ja, kupton, punon truri. Ndërkohë që pastaj do vë një byrek të gatshëm nga ato të Lidlit. Këto, edhe jam zgjuar që ngjes herët unë që i kam bërë gjitha këto. Sistemoj çik të pjesën kështu. Mario ka ikur të marrë ca brin qingji, që dalin super yummy në furr, me shumë thjesht pak vaj ulliri, krip, hudhër, kaq dalin super të mira. Edhe kaq pastaj ka plot, normalisht do mbëlsira në fund, edhe akullore, pastaj edhe fruta, done, perfect. Yeah, unë thash gocës, but I love you so much. Oh, Yes, for you. Gjithson ka sjell Mario. Hi Mario, do ma bësh i kafe? Te kemi marrë për komshin. Mishi. I thua gocës how happy am I? Po gëshërën, digjo ku është i shpirt? Këtu brenda pashu, po se kisha brenda. Ishte te ajo sipër. Bravo, sukses. Daddy brought them for us. Yes. For you? And a bit for mommy, but more for you. Oh, Lula, Huh? Daddy brought them for us. What Daddy brought? Flowers. Can you say it in Albanian? Lula. Lule. What color is lule? Çfarë ngjyre është lulja? Yellow. No, in Albanian, mami se kështu e di unë që e di. V, V, R, verdh. Bear. Vel. Chico. Sa e bukur është So kjo lulja. bukur. You know sa e bukur është means? Yes. Ha? How beautiful it is. Bravo, bubusi mami. How beautiful it is. I might like it. Should we put it now in the vase? Because this is the last one. Yes, for last one. Ha, mole?
Je veshur kështu me jungle theme ti. Je vesh jungle. Jungle. Zogu, babin. Daj e shkome, po, letë si kur O zot, sa bukur, o zot. O zot, sa bukur, o zot. Me mua kishe mo. I ku të shuni në banjo, Mario. Pra. Ja. O, shpiti. Lërë gocën të zbresi poshtë, ose lërë vajzën dhe djallën aty vetë zbrit nga ana tjetër. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Evan. Happy birthday to you. Happy birthday, Bobby. This is a place in Louis Charles. Oh, the little hotels there. Yes, there's lots of hotels there. No, this is a house. The house? The best. Grand. Some machine queue up from their office. Happy birthday to you. Happy birthday